Dhe këtu besimtari duhet të ketë shumë kujdes. Duaja ati që i është bo zullum. Nëse ai ngrit duart edhe thot ja Rabb, nëse ai lutet kundër teje, dije se duaja e ti është e pranuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, në momentin që e dërgoi Muadhin radiallahu anhu në Yemen, i dha disa porosi dhe pastaj i tha: o Muadh, ruaju nga duaja ati që i është bë zullum. Ruaju, mos t'i bëj dikujt zullum, nga se nëse ai lutet kundër teje te Allahu, ndërmjet duas së ti dhe Allahut nuk ka perde. Duaja e ti ngritet, dyert e qiellit hapen, ajo dua arrin te Allahu. Allahu thot: la ansurannaki walau ba'da hin. Unë do të ndihmoj ty që të i bë zullum, unë do të ndihmoj, po qoftë edhe pas një kohe. Ati që i është bë zullum, nëse lutet te Allahu, duaja e ti pranohet.